Lagja akushtrimi në qytetin e Vlorës vijon të përballet prej vitesh me mungesë investimesh infrastrukturore, duke kthyer përditshmërinë e banorëve në një sfidë të vazhdueshme. Rrugët e brendshme të kësaj lagjeje ndodhen në gjendje mjaft të amortizuar, ndërsa syri nuk të zë asnjë cep asfalti të rregullt. Segmentet rrugore janë të shkatëruara, të mbushura me gropa të mëdha dhe pluhur gjatë verës, ndërsa në stinën e shirave situata përkeqësohet ndjeshëm. Pellgjet e ujit që krijojnë pas çdo rreshjeje e bëjnë pothuajse të pamundur qarkullimin, si për këmbësorët ashtu dhe për automjetet. Banorët shprehen se kjo gjendje ka sjellë pasoja të shumta, jo vetëm në jetën e përditshme, por edhe në sigurinë dhe ekonominë e tyre. Automjetet dëmtohen shpesh për shkak të gropave të thella, duke sjellë defekte të shpeshta teknike dhe shpenzime të konsiderueshme për riparime. Mungesa e kanalizimeve dhe sistemit të kullimit e bën situatën edhe më problematike. Uji i shiut qëndron për ditë të tëra në rrugë, duke krijuar balt, dote dhe rrezik për fëmijët dhe të moshuarit. Pavarësisht ankesave të vazhdueshme ndër vite, asnjë ndërhyrje serioze nuk është kryer nga institucionet përkatëse. Ata kërkojnë investime urgjente për asfaltimin e rrugëve, sistemimin e kanalizimeve dhe përmirësimin e infrastrukturës bazë. Ashtu si në lagjet e tjera të qytetit. Lagja akushtrimi është një zonë e banuar prej vitesh, ku jetojnë familje të shumta. Banorët shpresojnë që zëri i tyre të dëgjohet dhe që në institucione vendore të reagojnë sa më shpejt për t'i dhënë fund kësaj situate të rënduar. Ata paralajmërojnë se nëse nuk do të ketë ndërhyrje konkrete, problemet do të thellohen dhe më tej, duke e bërë jetesën gjithnjë më të vështirë në këtë zonë të Vlorës.